Dy familje përcollën sot pa kthim shpirtin e tyre. Kush ka fëmijë e di fare mirë se çdo të thotë që të përcjellësh shpirtin tënd. Një e tretë, në fillim ishte në betejë për jetën dhe tani për rehabilitimin e një traume të rëndë që nuk do të jetë më fizike, por mbi të gjitha do të jetë emocionale edhe mentale. E gjitha pasojë e një krimi, përsëris krimi të rëndë në një rrugë lagjeje, vrasje me dashje për mua dhe asnjëherë aksident apo shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Një ngjarje e përsëritur në rrugë kombëtare apo rrugë shpejtësie, por edhe në rrugë vendore, qytetesh, po edhe lagjesh, madje edhe fshatrash. Dje kam publikuar një video të aksidentit, ashtu siç ndodhi, thellësisht, reale, pa censuruar asgjë. Me një arsye, refuzimin për ta normalizuar një krim të tillë. Në fakt, baza ligjore që ne kemi, kodi rrugor në fillim, e pastaj kodi penal e normalizojnë një krim të tillë. Në një standard krejtësisht po e përsëris normalizues. Një i pirë, jo thjesht i dërë, është një stadë akoma më i lartë ai, po një i pirë. Për më keq, pastaj një i dërë që ngjet një makinë në rrugë, ndalohet, shoqërohet, dërgohet në paraburgim. Thuaj se në çdo rast praktikisht është liruar apo lirohet pas 2 ditësh. Procedimi i tij vazhdon në liri. Në dimensionin e kodit rrugor, të deurit i hiqen 11 deri në 13 pikë, nga patenta me 20 deri në 30 pikë, nëse i deuri është kapur nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 6 mëngjesit. I hiqen 4 deri në 8 pikë, nëse i deuri është kapur nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 22 të mbrëmjes. Ngarkohet nga një gjob vetëm prej 20.000 lekësh. Praktika është që paguan 2 fishin e kësaj gjobe dhe me këtë mënyrë shmang pezullimin e patentes. Pra morali i gjithës është që ti mund të pish, ti mund të dehesh, ti mund të gazësh makinë, ti mund dalësh në rrugë, ti mund ndalohesh, ti mund shoqërohesh, ti mund shkosh në paraburgim, ti mund procedohesh, por në krahun tjetër ty të hiqen vetëm pikë patente, e në krahun tjetër, akoma dhe më tutje, ty në rast se ke para, paguan në çast 2 fishin e asaj gjobe dhe pezullimi i patentes tënde nuk ndodh.